Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë larguar nga salla plenare e Kuvendit pasi në seancën e sotme nuk u përfshi si pikë parë propozimi i tyre për miratimin e një rezolute në mbrojtje të viktimave të luftës. Kjo rezolut vjen pas ekspozitës së Shkelzen Gashit, ku kishte shumë pasaktësi për masakrat në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Kundër që kjo pikë të përfshihet si pikë parë ishte vetëvendosje sipas së cilës kjo rezolut duhet të shqyrtohet si pikë fundit e rendit të ditës. Përkundër disa tentimeve të kryetares së Kuvendit Albulena Haxhiu për kompromis, nuk u arrit pajtueshmëri mes grupeve parlamentare. Në këtë rrethon, deputetja e PDK-s Vlora Qitaku tha se tërheqin propozimin dhe largohen nga seanca e sotme plenare. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk ka asnjë lloj zhvillimi sa i përket çështjes së presidentit të ri, derisa për këtë faji ka hedhur lëvizjes vetëvendosje. Sipas Haradinajt, kjo parti qëllimisht po e zvarrit këtë çështje që si ushtruese detyre ta bëj kryeparlamentaren Albulena Haxhiu e më pas të nis diskutimet për zgjedhjen e presidentit. Duket që në VV kanë një plan në kohë. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetarja e Kuvendit jetë edhe ushtruese detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës shpesh, pastaj çohim si do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra është e pamundshme opozita me marrë iniciativën e temë si kjo. Ju dini na janë dhënë 34 ditë, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e lirë me datën kur presidenti aktual e kryen mandatin, ushtruesi detyrës presidentit vjen zona Haxhiu, pra VV po pret. Fondi Monetar Ndërkombëtar sot ka publikuar raportin vjetor për Kosovën, duke vlerësuar se ekonomia ka vazhduar të rritet, por me ritëm më të ngadalshëm, ndërsa inflacioni është rritur dhe rreziqet, veçanërisht ato nga pasiguria politike, mbetën të pranishme. Siç thot FMN-ja, pas një viti me blokadë politike, aktiviteti ekonomik është ngadalsuar. Rritja reale e bruto produktit të brendshëm ra në 3.6% në vitin 2025 nga 4.6% sa ishte në vitin 2024. Kjo erdhi si pasojë rënjës së eksporteve dhe dobësimit të kërkesave nga sektori privat, por u kompensua pjesërisht nga rritja e shpenzimeve dhe investimeve publike. Inflacioni në Kosovë, siç thot FMN-ja, vazhdoi të rritet dhe arriti në rreth 5.7% në janar 2026, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit. FMN-ja ka parashikuar që rritja ekonomike në vitin 2026 pritet të jetë 3.3%, ndërsa inflacioni pritet të rritet në 5.9%, pastaj të bjerë gradualisht në 2% deri në vitin 2028. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të derivateve të naftës po shoqërohet me shtrenjtim edhe në sektor të tjerë, duke rënduar më tej gjendjen ekonomike të qytetarëve në vend, thot deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besjan Mustafa. Ai akuzon qeverinë se nuk ka ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve tek qytetarët. Ne nuk presim dhe nuk kemi pritje që qeveria e Kosovës të kontrollojë tregjen ndërkombëtare të derivateve, natyrisht, por presim që kjo qeveri të zbatojë detyrat dhe obligimet që i kanë ndaj qytetarëve të Kosovës. Pra kjo është qeveria e Kosovës dhe duhet t'i mbrojë dhe t'i përkrahë qytetarët e Kosovës karshi rritjes së çmimit të derivateve, të cilat pastaj, nëse i bashkëdyzon dhe me rritjen e normave të çmimeve të energjisë që po parashin, edhe ato aktualet ato të ardhmet, kanë shkaktuar rritje e normave të çmimeve të tjera, pra si transporti, ushqimi dhe çdo gjë, veshmbathjet dhe çdo gjë tjetër. Prandaj kjo qeveri deri më tani nuk ka bërë asgjë për t'i përkrahur qytetarët e Kosovës ndaj rritjes së çmimeve në çdo anë, pra nafta, energjia, ushqimi, veshmbathje, transporti dhe gjitha. Edhe vetë qytetarët po ankohen se faturat e rrymës kohëve të fundit po u vijnë më shtrenjtë. Ata kanë kërkuar nga institucionet përkatëse ndërhyrje urgjente për t'i kontrolluar njësorët elektrik. Po është në rryma shumë shtrejt në lagjen në Vranjes, Kudrat Rimo, dhe këtë muj në ka ardhur 200 euro. Që i kemi gjonët elementar që është për një familje, kështu që është të përshtajt dhe jemi të shumë të knaqëm. E kena kontrolu për shka kur gjonë 1.000 euro, 700 euro, 500 euro është që këmuj, të është i fundit. 500 euro rrymë, të rrena, i dukat. Hanë dhe kënë rëkën dërë, shka kur gjonë. Jo, me kontrolu se kom kontrolu, po që tash, para pak dite, erdhen e këqyren, po nuk lanë fakturë.
E nxorën fakturën e morën me veti, as lanë fakturë, as nuk thanë kur gjotë, duhet me kontrollu orën, më thojnë. Thash kontrollon e ora, unë shqatuj orën se ka prej kërkush. Sot bëhen 27 vite që kur në Kralan të Gjakovës, forcat ushtarake serbe kanë vrarë 86 civil shqiptar. Forcat policore serbe pa të ndarë me qindra djeme burra prej 1500 shqiptar që kishin braktisur vendin për t'i shpëtuar krimeve serbe, derisa gratë, fëmijët e pleqt ishin urdhëruar të shkonin në Shqipëri. Pasi ishin mbajtur për 2 ditë në një livadh të rrethuar me tanke, pa ujë dhe pa ushqim, një numër i tyre është liruar, por u ndalën 86, 11 prej të cilëve të mitur, të cilët u ekzekutuan. Fondi për të drejtën humanitare në vitin 2013 kishte bërë kallëzim penal ndaj disa prorëve të ushtrisë jugoslave për krime lufte në Kralan, por asnjë prej tyre ende nuk është vënë para drejtësisë. Policia e Kosovës ka shoqëruar në stacion një të dyshuar pasi gjatë kontrollit në rimorkion e kamionit të tij janë gjetur 7 shtetas të huaj. Rasti ka ndodhur në Ferizaj dhe është cilësuar si kontraband me emigrant. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. Ndërkohë, 7 personat e gjetur janë dërguar dhe akomoduar në një qendër pritjeje për migrant, bën të ditur policia. Marsi ishte muaji me më pak raste të dhunës në familje në rajonin e Ferizajt, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Vjet ishin regjistruar 27 ngjarje të tilla, ndërsa si vjet 21 bëhet e ditur në një njoftim të policisë nga ky rajon. Sipas të dhënave zyrtare, shumica e këtyre ngjarjeve janë evidentuar në komunën e Ferizajt me 13 raste, pasuar nga Shtimja dhe Kaçaniku me nga 3 secila, si dhe 2 në Shtërpt. Kjo e fundit është e vetmja komunë në të cilën si vjet janë shtuar rastet, ndërsa Hani e Lezit në muajin e 3 të këtij viti nuk e ka regjistruar asnjë rast të dhunës në familje. Policia ka theksuar se gjatë kësaj periudhe janë ndërmarrë një sër masash dhe fushatash vetëdijsuese me qëllim parandalimin e dhunës në familje, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë në parandalimin dhe luftimin e këtij fenomeni. Ambasada e SBA-s në Tiranë ka lëshuar një alarm sigurie për shtetasit e saj, duke paralajmëruar se grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me SBA-n në Shqipëri. Ata mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante, shkruan ambasada në njoftimin e saj. Ambasada u ka bërë thirrje shtetasve amerikan të jenë vigjilent në çdo situatë. Megjithatë, Agjencia për Media dhe Informim e Qeverisë Shqiptare tha se nuk e kanë asnjë informacion shqetësues lidhur me këtë hamendësim të ambasadës amerikane.